Përshëndetje miq të dashur. Video radhë shkon me opozitën. Opozitën PDK, LDK, AK, po sidomos special për PDK-n. Sepse PDK-ja ka ajo që kategorikisht mos me votu amendamentin e presidentes. Edhe mos me zgjedh presidentin. Sot, këtu e ka tregu PDK-ja Bedri Hamza veten se kush janë këta. Sa dojnë Kosovën, me qunë zgjedhjen kitë krizë, me qunë zgjedhjen prap Kosovën. Këtu janë partitë tona, opozitare, që se kanë problem fare, hiç dert se kanë, a hub Kosova, a dëmtohet Kosova, a dëmtohet populli i Kosovës. Vetëm me përfitu këta diçka. One president, one qapo dijune, se jap ka punë të na ondë. Edhe e kanë qafën e shkurt, nuk po mund me bajt. Se mësu lap, e mësu. Po shkojmë ta ndëgjojmë Allahile, ta ndëgjojmë Bedri Hamzën, ta ndëgjojmë Gruden, se qyshe kanë blokue kuvendin. Për me shku, mos me votu presidentin, e me shku në zgjedhje. Juridik vendit Kushtetutës Republikës Kosovës, amendamentimit Kushtetutës në një mënyrë jo serioze. Pse? Seanca thirrët për një çështje kaq të rëndësishme në 15/8/7/45 dhe material. O zotëria, kuptoni çfarë është seancë urgjente? Ti po më këshir me orëna? Për çfarë paguhesh ti? Kur është urgjent. Nuk të vetë atë sa qysh tek 5 minuta, 10, 3 minuta, gjysore, 1 orë, 5 orë. Ti paguhesh për qëta, pej pareve tona. Tashna, po do ka me të vetë ty kur me thira? Mos e me të gjo pa gjumë, pa hungër buka. I pas ka me të hadës e pas ka thirë heret. Deputetve ju vinë në ora 8:30. Si mundën deputetë të Kuvendit të Republikës Kosovës për një temë kaq të rëndësishme, për aktën më të lartë juridik të vendit, të flasin për e pranu dokumentet. Në parim, Partia Demokratike e Kosovës ka qenë, është, edhe sot do të jetë edhe në tardhmen që presidenti të zgjedhet direkt nga populli. Vallahi, po ja fut kot. S'po du me thonë diçka tjetër, po ja fut kot se je matën për goje, po matë në adhone. Se ju s'jeni absolutikisht nuk jeni për me zgjedh presidentin për populli. Se me konë që jeni ju me zgjedh presidentin populli, sot e këshit votuar. Këshit e në kuvend, e këshit votuar. Po ja fut kot për korneri, po populli nuk janë këtu fore. Populli nuk janë këtu fore, dhe herë po thëmë, që keni mi rapi shmon, për i kalzaj, për i garantaj. Se me që janë në zgjedhje, vetëm për me përfitu jo një president ose presidente, kur nuk keni vota, s'keni numra, pse se keni dërgu në i numër, në emën, masi po kongol një kështo, masi ju jeni me zgjedh populli presidentin. Kush është për me zgjedh populli presidentin, jo Asmani, presidentja që ka kërku, edhe Albini, vetëvendosja, lista guzo që e mbështeten. Vendet janë këta, edhe në të këja besa. Këta janë, po jo, mos ja fot këtë. Shkojnë amiq. Nga qytetarët. Një po, kjo dënë një trajtim serios, Por zote, dhe kjo të mosdëshmërisht do të jetë e vendosur nëna kvadratit ligjor, nëna kushtetuar. po nuk mund është o shqiptarë, se ju jeni qëta që keni lonë kushtetutën me boshkit s'ka dojnë, ju jeni qëta. Ashtë imbroja. Në që me dhe deputet, nuk mundi me dhe kushtetutën. E ju s'po doni, ju pëmbroni shkjet.
Kjo është e mbrojtja e shqive. Sot u duft me nejt me votu, por me rëzu këtë nënd kushtetutës, edhe me votu e presidentin. Apo presidentin. Pa marrë parasysh kush është. Kjo ku në juvja, por jo me fitu besim të popullit. Apo jo kështu. Kështu s'pu me fitu. Jo për mbrojnë shkijet. Kjo është, në të kom falë, po kjo është në të kuptimin për mbrojnë shkijet, se edhe shkijet si në kona s'kanë votu. Ju do të me konë të kënaqën që Albin Kurti për merë këtë godzim. Me me ndru amandamentin pa e vetë shkijet e që sërt. Kurse jo, po thënë jo, kushtetuta dhe kështë. Ne e dim që adhë kushtetuta, në nuk jemi udhëllë. Po deri kur mu? Dhe që ki jemi nasënu e Parlamentin e Kosovës, deri kur mu? Tregoj e poplit. Tregoj e aktivistave të ju. Atyre që po e votojnë juve. Tregoni poplit. Deri kur? Se ju jeni ata që keni pru. Ju e keni nënshkru. Broja, ashtë broja. Dhe që ki me nasënu këtë parlamentin. 20 deputati ka parlamentin, 10 janë ata, 110 deputat me sunu 10 shkije. Populli ka po këto. Keni mu pendu për të sene. Gjithmonë politikisht, mos të keq kuptohem, të popullit të vota kam fjallën, gjithmonë. Se nuk bon kështu. Shkojna me që edhe pak? Tutës Republikës Kosovës, mrena procedurave, mrena rregullave që kërkojnë të trajtohet kjo çështje. Nuk është respektuar rregulloria e punës të kuvendit, nuk është... Ju a keni respektu, pse se keni sunin në emën për president. Mos më marrë puna deri këtu. Sa kon Albin Kurti, sa ju ka lutë, sa ju ka thirrë, sa keni bisedu, sa jeni taku. Me kryeministrin. Si jo, si e lidhë këja. A me jeni bo edhe lypsa dhe zgjidhsa. S'ka ashtë. Ashtu s'ka. Shkojna mes? Përputhje me ato që ka thonë gjykata kushtetuese lidhje me vlerësimin e kushtetueshmërisë se amandament. Gjykata nuk ka thonë me vjedh jo, po keni vjedh. Gjykata nuk ka thonë me pru kufir në urtibrit, po keni pru jo. Gjykata nuk ka thonë me marrë terminal dukanore, po keni marrë. A këtu, tash po thonë gjykata, po. Jeni zgjut. Po s'le popli. Nuk len. Të propozuara. Prandaj, ne konsiderojmë që kjo do një diskutim më të gjerë, një konsenzus më të gjerë, edhe politik, edhe me subjekte politike, edhe gjithë tjerëve që në të ardhmen starton në një të rregullt diskutimi për amandamentimin e Kushtetutës së Republikës Kosovës edhe posaçërisht për zgjedhjen e presidentit apo presidentes të Republikës Kosovës drejt për drejt me votën e qytetarëve. Prandaj, në këtë mënyrë ne nuk mund të flasim në mënyrë meritore sonte. Kjo sonte komplet që jo sonte në fakt shumë më herët që Kosova të ketë zgjedhur presidentin apo presidentin. Edhe na kena prit për ju vëlla. Me na dërgu në jamën, edhe me zgjedh, edhe jo me zgjedh presidentin. Apo presidentin, nga ona juaj, nëse i kishit bë votat. Plus, Albin Kurti ju ka lutë, ka unë të rëtë, numra po ja vjapi. Numra që i mungojnë. A kun kështu ajo, se kjo akon në televizion. E keni shkel bukën. Kështu s'ban. Kështu që të qyrim të shabat, që është të Gjerman shkojnë vajta. Me që dashër, kjo ishte video për sonte, për keqardhje, për sytë bodhët, për keqardhje, që ka po PDK-ja. PDK-ja o këja. Kjo është turpi i botës. Këta këtu e kanë kallëzu vetën, që sa dojnë Kosovën. Këtu e kanë tregu vetën sa dojnë Kosovën. Kështu që
Unë ju përshëndes e mire pafshëm zgjedhje e reja. Po tani të këqyrim ku po dalëm. Kalofshi mirë miq, mire pafshëm.